Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit 7, është ky edicioni i lajmeve i orës 15 dhe nisim me reagimin e Sindikatës Policisë së Kosovës që ka thënë se në dhjetor nuk është realizuar pagesa familjeve të policëve të rënë gjatë kryerjes së detyrës. Kjo sindikat akuzoi Ministrinë e Financave se nuk ja lëshoi mjetet këtyre familjeve, edhe pse nga Drejtoria e Financave është bërë kërkesa zyrtare për ndarjen e mjeteve financiare në vlerë prej 290.000 euro. Deri tani këto mjete nuk janë ekzekutuar nga Ministria e Financave. Si pasojë, familjet e policëve të rënë në detyrë, të cilët janë një kategori e shenjtë dhe respektuar për vendin ton, kanë mbetur pa pagesë dhe pas përmbylljes së vitit. Kjo situatë është e papranueshme dhe e dhimbshme, duke marrë parasysh sakrificën sublime të këtyre familjeve, të cilët kanë dhënë bijtë dhe bijat e tyre për sigurinë e vendit tonë, në ruajtjen e rendit publik dhe mbrojtjen e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Sindikata e Policisë së Kosovës u bëri thirrje institucioneve përgjegjëse, në veçanti Ministrisë së Financave, që sa më parë të gjejnë zgjidhje dhe të realizojnë pagesat e mbetura në mënyrë që të mos cënohet dinjiteti dhe mirëqenia e këtyre familjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se në orën 2 të mëngjesit të së premtes me 9 janar 2026 në qendrën e numërimit dhe rezultateve është përmbyllur numërimi i flet votimeve të fundit nga votimi me postë jashtë Kosovës. Detaje për këtë dhe shpalljen e rezultateve përfundimtare ka dhënë Valmir Elezi, zëdhënësi i KQZ-s. Me përfundimin e numërimit të këtyre flet votimeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i gatshëm nga ana teknike për të shpallur rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Megjithatë, sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, palët kanë të drejtë të parashtrojnë ankesa në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, lidhur me administrimin e numërimit në qendrën e numërimit dhe të rezultateve brenda 48 orëve nga ndodhja e shkeljes së supozuar. Të premte në orën 2 të mëngjesit në qendrën e numërimit dhe të rezultateve është përmbyllur numërimi i pjesës së fundit të flet votimeve që i takojnë votimit jashtë Kosovës, respektivisht votimit përmes postës. Numërimi i këtyre flet votimeve shënon njëkohësisht përfundimin e numërimit të gjitha flet votimeve që i takojnë zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat u mbajtën më 28 dhjetor. Përfundimi i këtij procesi brenda 12 ditëve pas ditës së zgjedhjeve përbën sigurisht një kohë shumë të shpejtë dhe efikase të përmbylljes së të gjithë procesit të numërimit. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka njoftuar se aktualisht kanë vetëm një ankesë të pashqyrtuar, ndërsa brenda fateve kohore do të merret vendim mbi të. Numri total i ankesave që ka pranuar paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa prej fillimit të procesit zgjedhor të 28 dhjetorit është gjithsej 69. Këtë e ka konfirmuar ushtruesi i detyrës së drejtorit të sekretariatit të PZAP-s, Tefik Mahmuti. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, subjektet politike kanë të drejtë të parashtrojnë ankesa në këtë institucion lidhur me administrimin e procesit të numërimit në qendrën e numërimit. Lëvizja Vetëvendosje ka marrë më shumë se 51% të votave të zgjedhjeve të 28 dhjetorit pas numërimit të gjitha votave. Kjo parti ka marrë saksisht 486.994 vota. Ky numër i votave përbën 51.11%, duke siguruar 57 ulse në kuvend. Partia Demokratike e Kosovës doli e dyta me 22 ulse, ajo mori 20.19% të votave. Në krahasim me zgjedhjet e shkuara ato të nëntë shkurtit, kjo parti humbi 2 ulse në kuvend. Lidhja Demokratike e Kosovës ka rënë në 15 ulse nga 20 sa kishte. Ajo mori 13.23% të votave. Në kuvend 6 ulse i ka siguruar Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 5.5%. Lista sërbe me 9 ulse dhe partia Nenad Rashiqit me 1 ulse përmbushin normën prej 10 ulseve të rezervuara për komunitetin sërb. Pas numërimit të votave për zgjedhjet e 28 dhjetorit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kanë reaguar partitë politike, ajo që fitoi mbi 50%. Lëvizja Vetëvendosje i falenderoi qytetarët e vendit duke thënë se kjo parti u konfirmua fuqishëm si subjekti politik më i votuar në historinë e Republikës së Kosovës. Kundërshtari politik i Kurtit Bedri Hamza nga Partia Demokratike e Kosovës e cilësoi këtë garë si të pabarabartë.
Hamza u shpreh se ruajtja e votës është dëshmi që elektorati i tyre beson në vlerat që përfaqëson kjo parti. Ndërsa kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku reagoi duke thënë se pas certifikimit të rezultateve sipas statutit dhe traditës sonë demokratike do të mblidhet kryesia e LDK-s dhe pasaj, siç kanë paralajmëruar natën e zgjedhjeve, do të organizohet edhe kuvendi i LDK-s aty ku vendos antarësia e jo klitma të interesave të ngushta. Ekipet policore në koordinim me Institutin e Mjekësisë Ligjore dhe njësitë e tjera kompetente kanë hasur në mbetje mështrore në territorin e komunës Gjakovës. Në raportin e policisë së Kosovës thuhet se dyshohet se mbetjet i përkasin së paku një individi i cili figuron në listën e personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë në periudhën 98-99. Mbetjet e shtrore janë tërhequr nga ky institucion dhe janë dërguar për ekzaminime të mëteme mjeko-ligjore me qëllim të identifikimit të viktimës. Ekipet policore në koordinim me IML-n dhe njësitë e tjera kompetente kanë hasur në mbetjet e shtrore të cilat dyshohet se i përkasin së paku një individi, personi që figuron në listën e personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë të viteve 98-99. Mbetjet e shtrore janë tërhequr nga IML për ekzaminime të mëteme mjeko-ligjore, thuhet në raportin e policisë. Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhënat e përgjithshme për 24 orët të fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik, arrestimet dhe gjobat e shqiptuara. Sipas raportit, në këtë periudhë nuk është shënuar asnjë aksident trafiku me fatalitet, ndërsa janë regjistruar 22 aksidente me të lënduar dhe 53 të tjera me dëme materiale. Policia ka vazhduar zbatimin e rregullave të komunikacion, ku brenda një dite ka shqiptuar gjithsej 1763 gjoba trafiku. Në 24 orët të fundit, policia ka arrestuar 51 persona, prej cilëve 45 i ka dërguar në mbajtje dhe 1 në vuajtje të dënimit. Policia e Kosovës është deklaruar edhe sa i përket situatës në veri të vendit pas vërshimeve që ndodhen si pasojë e rreshjeve të shiut. Nga ky institucion është theksuar që gjendja e sigurisë dhe rendit publik në veri është në monitorim të vazhdueshëm. Nga policia po ashtu theksohet edhe se ata kanë qenë në koordinim të plot me institucionet e tjera relevante si njësinë e zjarfikësve dhe Agjencinë për Menaxhimin e Emergjentave. Kompania rajonale ujësjellësit Mitrovica ka njoftuar se situata furnizimit me ujë të pijes në zonat e shërbimit të kompanisë është stabilizuar në pjesën më të madhe. Tutje në njoftim po ashtu bëhet e ditur se impiantët për trajtimin e ujit aktualisht po operojnë në kapacitetet të plota operuese. Dhe këtu po e mbyllim këtë edicion informativ të orës 15. Mirë beqi.